Selam aleikum, nuk mund të agjeroj se kam qef me hangër. Faleminderit. Aleikum selam, rahmetullahi barakatuhu. O djalash, Allahu të bekoft. Vallahi edhe unë kam qef me hangër. Edhe unë kam qef me fjetë në sabah, mës me uqu me marr avdes, e mës më falë, e mës mi tha, apo mës mi vragujt heq kur të falna. E mës me dhonë zeqat me rujt parët, e tjerë. Por mbi qefet tona, mbi kajtjet tona, është imani, është dashuria për Allahun, dashuria për xhenetin, dashuria për sevapin. E ti që ki qef me hangër, thëm kujtoje momentin kur kretë të qefe kimi ra pishman për to. Atë ditë kur kime hynë varë vetëm, veç ti edhe punët u atë mira ose të këqia. Prandaj ulemat të djetarët kanë këshillu, kanë thanë, mirë për atë njeri cili hynë në për qefe, kryhen qefet, harohen qefet, mbetet gjunahi, edhe lumë për ata besimtar që hynë në për ibadete, e lodhin vetën, në fund harohet lodhja, mbetet vetë sevapi. Kujtoje natën e vorrit kur melaqet kanë marrë dhe me të pytë, në atë ngushtim, ku të ngushtohet vetja jote. Kujtoje në ditën e gjykimit që kime najt 50.000 vjetë të prit me u gjyku. Kujtoje xhehenamin që është pa kufi, s'ka fond jeta në xhehenam, ku xhehenamlit dëshirën më të madhe kanë veç me vdek. Jetojnë aty as të gjallë, as të vdekur. Në çdo sekondë ndrojnë vdekjen. I lutën Allahut për Zotin nuk ja pranon këtë dua. Prandaj veç do të mjafton të nata vorrit, po ashtu 50.000 vjetë dita e gjykimit, për me marrë mësim të se kjo meselja qefit është mashtrim nga shejtani. Besimtari vendosër është ai i cili, qysh ka thënë Zoti në Kur'an, kur thot Zoti diçka ose pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata thojnë dëgjuam dhe u nënshtruam, apo e punum, e praktikum atë që Zoti na ka urdhëruar. Të bëj ben Allah, se veç me janis, me agjeru, veç me janis, ka me ta lehtu Zoti. E këtë dëshirë për me ngran, ka me ta largu, për Zoti e do ti me mohapin e parë ka Allahu. Zoti të do ty, Zoti afrot ka ti, por me kusht hapin e parë ti me bon ka Zoti. Nëse ti shkon ka Zoti të ecë, a i vjen ka ti, duke shpejtu. Ama, dush më koni sinqert. Të sinqertët Zoti qetë në selamet, i shpëton, veç nisja provaje. Në garantoj se kime pas sukses. Allah të forcoft.